Tirana, kur am gjithë dakord që betejë kryesore bëhet në Tiranë. Në Tiranë, PD dhe aleatët janë 25.2%, Partia Socialiste është 38.9%, që tregon një mesatare më të lartë në Tiranë sipas e barometrit, sepse tjerët nuk kanë Tiranën, se sa rrethet, Mundësia 6.1%, Shqipëria bëhet 6.1%, Lëvizja Bashkë 3.4%, të tjerët 2.4%. Me këtë hard ready, partit e reja i kemë parlament. Po, jo vetëm atë, po nëse që ka zgjedhje, edhe në zgjedhjet lokale, shkoj dhe takoj dy kategori njerëzit që janë për mua sondazhi më real. Që janë? Që janë berberët dhe taksistët. Po, taksistët njerë unë gjithë botën me ata merem se... Edhe i kam pyetur në zgjedhjet e shkuara lokale disa herë në disa variante, edhe kësaj radhe, po mundohen gjatë kësaj kohe, sa jo e kishte rrugë shkon. Sepse për mendimin tim janë më të saktë, sepse njerëzit kur futen aty nuk kanë asnjë kompleks. Kur shkon përpara një sondazhi ke fare kompleksi, nuk e thut vërtetën. Kushtet e taksistit dhe berberit flet lirshëm dhe me ça kam parë janë aty në disa zona ka diferenca më të mëdha, kuptohet në favor Partisë Socialiste, por aty janë, domethënë një përqindje të vogël. Pra ato sondazhe për mendimin tim janë një farë pasqyrë reale asaj që ndodh në terren. Kjo është një pasqyrë reale asaj që ndodh në terren. Po flasim për Tiranën, ë? Je fokusuar ke Tirana se partitë në vende të tjera janë se ne këtu jetojmë, po, duke qenë se Tirana është kampionatura më heterogjene që përfaqëson në farë mënyrë edhe atë që ndodh në Shqipëri, besoj që edhe ajo e Shqipërisë aty është. Vetëm një pyetje tani me që janë endritje në garë. Po marë Tiranën, sa mandate besoni ju që merrni në Tiranë? Jo shpresoni se shpresa... Unë nuk dua të bëj llogari. Po më do bësh llogari kur... Me këto, unë jam e sigurt që ne jemi dy fishi i këtij rezultati. Pra sa mendoni ju se ju keni edhe me këtë rezultat ti je 3 mandate. 3 mandate. 2.4% është e votave është 1 mandat. Ju mendoni që merrni 3 mandate në Tiranë? Me këtë rezultat, unë jam i sigurt që jemi dy fishi i asaj. Po pra, ti mendon që ju keni një target sa keni target ju? Unë mendoj që ne mund të krijojmë një grup parlamentar të koalicionit Nisma Shqipëria Bërë. Unë mendoj në gjithë Shqipërinë. Sepse ne kemi garë, do të thënë, shumë të fortë në Lezhë, kemi garë shumë të fortë në Durrës, në Vlorë, në Fier, në Korçë, ku kemi aktualisht kemi fituar këshilltar bashkiak. Unë mendoj që jemi të paktën 5 mandate në Tiranë. 5 mandate në Tiranë? Do shikoni, mos vini bas kundër kur botësh projekcioni, do të thonë se kjo është me të pavendosurit. Po? Kur bot projekcioni, se dje ishan këtë sondazh, do të thonë... Pavendosurit janë për forcat e reja, se për forcat e vjetra ka vendosur që në 92... Mundësia dhe Shqipëria bot shkojnë me 7.4 në Tiranë, do të thonë, kur bot edhe projekcioni. Sa? 7.4. Po sa mendoni? Sa mandate? Atëheri janë sigurta 3 njëra 3 tjetra në Tiranë. Ka mundësi 5 që ndanë 2. 3 njëra 3 tjetra. Do të thonë me 7.4, nëse çdo të shkon si 3 mundësia 3 nisma minimumi. Do të thonë minimumi është sipas sondazhit, mirë po mos e harroni gjë. Para një muaji ka. Po do jam do marrin në një mandat? Patjetër. Se kështu si bot ju 5 njëri, 3 tjetër. Dëgjom. Nuk e bëjmë e bani sondazhi, domethënë, se na jeni aty lexu sondazhin. Po. Sondazhin e muajin shkurt ka qenë edhe më i pafavorshëm për partitë e reja. Domethënë me kalimin e muajit këto u rritën pak më shumë. Domethënë kanë shkuar në 7.4 njëra, 7.4 tjetra. Domethënë janë minimumi 3 mandate, mundësia 3 mandate Shqipëria bëhet vetëm Tiranë. Domethënë, kur kanë ngel janë dikon edhe një 15-16 të pavendosur. Kur u shpërndo votat pavendosurve FFZ dhe Pembylli, kur u shpërndo gjatë muajit fundit, më shumë shkon te mundësia të Shqipëria bëhet edhe televizja bashk se sa te Partia Demokratike. Partia Demokratike për një muaj është rrit 0.1. Mundësia është rrit 38% e trupit vet. Shqipëria bëhet është rrit 10%, Lëvizja Bashkë është rrit. Berat, po në 4 muajt e fundit, 5 muajt e fundit, PD-ja ishte 24%, shkoi 38.4%. Po në Tiranë po flasim 25%. Në rregull, po pati rritje. Po këtë ranë për Tiranë, rajonalin. Unë nuk e kam asnjë. Atëre, Berat, po ju bëj kështu se është ushtrim më i bukur se t'ju let flisni. Niset ti i pari. Ja ku e bëra edhe më thuaj. Sipas teje, pra po bë Beratin të parin, ja e vura sipas teje. Ata them unë që ta kesh regjistruar këtu. Ja prit atë jo prit me Beratin e kam. Berat, PD-ja sa merr sipas teje në Tiranë? Në Tiranë. 37 ka Tirana, se mos i jepni 40. 11. 11 merr PD-ja. Po. Sa merr Partia Socialiste? 19. 19. Sa merr Mundësia? Shpërndoj tjera. Domethënë unë besoj që Mundësia, unë mendoj që deri në 4 shkon Mundësia në Tiranë.
4 mundësia, edhe 3 i bie tjetë Shqipëria bëhet. Sa po bojnë aty? Qorrit nuk i jep një gjë. 37. Ulja dhe një PD-s edhe jepja dhe një... Qorrit. Jo, Në fakt spja uli vetëm po... jepja dhe një Shqipëria bëhet. Bëhen 4-4. Unë veç po të regoj, nëse shkon... Një minut. Jo. E vedem sekund, Dëgjom. Berat, jemi këtu, ke vëmbast me Pa tjetër, dëgjom. Me datën 12 do t'ju marrë të gjithve, si nuk vjen, po këto do vinë. Fevzi. Je sigur që do vish? Shkullak, ti vjen? tjetër që vi. Me datë 12 këtu? Po. Mund vim për shpjeguar që Shqipëria ndryshoj, se Po, mirë më mirë, po. Ore, po ndryshoj, dim që do vish, por nuk ndryshoj, se do vish. Shqipëria po ndryshon. Atere, Berat, ti mendon që PS-ja ka pasur 18 në Tiranë, PS-ja rrit një mandat. PS-ja po shkojmë mbi 17. Ka punuar mirë, se është normal. Jo, s'ka punu mirë, po shkojmë mbi 12. PS-ja rrit votën për shkak të atyre që thash, domethënë për shkak të numrit madh të punëtorëve që i ka të angazhuar dhe që lobojnë për PS-n, domethënë që janë Bëj një screenshot Beratit ta kemi. Ulja 2 PS-s aty se nuk ka shans. Jo, Endri, më thuaj pak ti tani sa e ke 1 minutë. Unë jam... Jo, Rama thot 21, e ke prish muhabetin. Endri, mi thuaj, sa me merë PD-ja? Tani unë jam palë, por njëkohësisht jam dhe studiu si shkenca politike, këtë e njoh mirë. I kam studiu zgjedhjet e 2021, i kam pa 2023 në tjetër. Tani, më thuaj këtu. Në qoftë se PD-ja shkon mbi 12, unë do surprizohesha shumë. Pa sa jep tani? 12. 12 Tiranë. Do më thënë PD-ja nuk fut asnjë nga lista hapur. Jo. 37 veta që vrapojnë Tiranë, vrapojnë kot. Atyre është nëse spaku ju merr në një nga lista e mbyllur që t'i hapin në një vend. Partia Socialiste? 17 në rastin më të mirë. Në rastin më të mirë merr 17 sepse ka qenë 18 e pa frikë ka rënë një mandat me atë që ka ndodhur. Tani nuk e di. Ajo që di unë është që të tjerat i ndajnë forsave të reja se s'ka kur shkojnë. Po të tjerat janë 1 minutë, 19, janë 29, janë 8 mandate. 8-9 mandate. Si ndanë 8 mandate? Unë besoj që nisma Shqipëria bërë, koalicioni jonë do marrit pak të 5 mandate. 5 mandate, i jep 3 mundësis dhe një... Pastaj shpërndaj, nuk e di se si shkon me të tjera. Po jo, po do më thuash, paka shumë sa e mendon. Se unë do doja që Qorrit tjetë sa jep më shumë mandat? të ri. Po është i dytë në listaj, nuk... Jo më i Qorrit, partisë time, s'ka rëndësi. Po se kjo e lidh parti me individin. Me individin, e gabim kjo. Po. Po më pyete për Qorrin, më... Po me o Qorri partida, se edhe unë me individin lidh partitë. Ndoshta Redi Muçi mund të fitoj, nuk e di. Ndoshta 1 edhe jep 3 mundësis. Bëhe screenshot dhe Endrin, ta kemi këtu. Gerta, më thuaj ti tani sa je. Unë jap PS-s... Gerta, sa jep PS-s? Shkollat. PS-s unë jap 19. 19 PS-s. Po kur themu që jeni në sintoni, jo? Po PD-s? PD-s 12. 12 PD-s. Po ju e likeni PD-n pa listë hapur. Mundësis? Mundësis në Tiranë jap edhe 2, në Vlorë 1. Jo, lërën Vlorë, ty do për Tiranën, 2. Shqipëria bëhet sa jep? Shqipëria bëhet 2. Po pritë se të ngellën të dalin mangut. 31, 35, janë dhe 2 mandate. Ke Qorin 1 që japun, me shumë gjaz. 1 ngellet jetim. 20 që ne kam e diasporën të PS-ja, me thënë drejta. 20 PS-ja? E kam këtë dyshim. 2 mandate më shumë... Rriti, me 19. Si shtë shkullaku në basi qeverisit shkëllqyër, rritën mandatet. Kjo është Gerta, screenshot edhe kësaj t'japim Neritani. Ja, nuk i shpëton do të Neritani. Jo, po nuk kam as si bazë, nuk kam qatë... Mi thuaj me Hamon. Me thuaj se si këtë do tani. Ajde, ty nuk do të ta vë me datë 12. Nuk e kam ide farë, nga qatë po të diskutojmë. Me mundësie, shiko, një llogaritje mund ta bësh. Sa? Është i hershëm të ndryshon skema prap deri apërzjedhje. Kjo është po patjetër. Me një argumentim të deri sot. Unë mund të them vetëm një gjë. Po. Partitë e reja marrin deputet vetëm në Tiranë nëse marrin. Dhe nëse njëra prej tyre do marri 2, do jetë arritje historike. 2, po të tjerat mendon që marrin nga 1. Pastaj nuk e di si ndajnë. Po po them, sikur mundësia apo Shqipëria bëhet apo Lëvizja Bashkë të marrë 2 mandate në Tiranë, është arritje historike, do të jenë shumë krenar. Mendon që partitë e reja nuk shkojnë më shumë se 4 mandate në rastin historik. Duhet të jenë shumë krenar. Mendoj që e marrin 1, të 3-ja, të paktën mundësia dhe Shqipëria bëhet besoj se e merr 1 në Tiranë, ndoshta mund të marrin të 2-tin. Dhe po them, nëse marrin 2-tin do jetë arritje historike dhe do ndihen shumë krenar. Pra 1 deri në 2 mundësia dhe Shqipëria bëhet. Po Qorrin e mendon? Jo, nuk thash që i marrin, unë thash 1 e marrin, mendoj që e marrin. Po marritën 2 do ishte arritje shumë e madhe. Edhe Qorri mund të jetë aty. Shiko, janë numra shumë të vëgjël. Po PD-s si e ndan Neritani? Besoj se PSD-ja, po keni harru PSD në Tiranë. Po. Që ke 1-2 PSD-ja. Nuk del sondazh.
Po nuk ka rëndësi. Është të sondazh, të gjitha dalin s'del PSD-ja. Si? Të gjitha dalin s'del PSD-ja. PSD-ja është e vetëm që marrin mandat. Keni harruar PSD në Tiranë. Megjithatë, Ndërkohë që unë mendoj që edhe koalicioni Euroatlantik zoti Basha mund ta marrë një mandat. mund ta marri. Po pak a shumë PDPS-ja në çfarë listash ndahet. Domethënë në raport me zgjedhjet e shkuara. Kemi 18 me 15. Unë mendoj që PD-ja do ta ruaj çfarë ka pasur. Do ta ruaj 15. Unë mendoj që po, nuk e di se ka pasur 15 po, besoj se do ta ruaj. 15 ka pas TSI-ja 2. Në që po, paktën ka qenë 15. Mos harroni që Tirana ka dhe 2 LSI-ja 17. Ja ku i kemi. Domethënë PS-ja ka pasur 18, PD-ja 15 plus LSI-ja 2, PSD-ja 1. Tirana në 2021 ka qenë balans absolute. 3 ka pas të alatëve që s'janë sot. Ka pas Dazamir Shehin që sot e ka jashtë. Një minutë tani, ka qenë lista PD-s tani. Ato janë parti. Po votat e Dashamir Shehit si ka më? Po ka votat e LSI-s. Po LSI-ja ka më shumë vota se Shehi tani, se ka më strukturë. Kede diasporën, është që mund ta ndryshoj. Endri e studion se ka qenë vetë. Pra Neritan ti mendon që pak a shumë do mbetën aty ku ishim. Unë them minimalisht PS-ja PD-ja do t'i marrë çfarë ka pasur. Minimalisht me çfarë ka pasur. Atëre, nuk e di pse mund të ndahen llogaritë. Më thuaj pak ku je. Si parimi herë që ngele dhe kjo regjistruar, nuk merre si bazë kjo, sepse do të ketë sondazhe tjera. Jemi dakord. Jo, thanë, jo s'ka sondazhe. Already jemi dakord me këtë. Bëjmë ne. Redi unë po them perceptimin që ti ke. Tani perceptimi nuk është i saktë, nuk je orakulli i Delfit. Mbi këtë sondazh. Unë po them nisur nga sondazhet. Unë besoj që Partia Demokratike do qëndrojë te 12-ta, vështirë që të kapi më tepër për shkak se ka firo. 12 PD-ja. Po, besoj që po, për shkak se ka firo djathas shumë. Partia Socialiste? Ka firo shumë djathas. Partia Socialiste po më ruajti të njëjtën 18-shën, po e ruajti mirë është, po prapë me dyshim e kam atë se ruajti. Po mundësia? Mundësia besoj 2 mandate. Shqipëria bëhet midis 2-shit dhe 3-shit, nuk e di ta them, hajde të vendose midis 2-shit dhe 3-shit. Po bashk? Lëvizja bashk për mua një mandat mund të marrin dhe Basha një mandat. Dhe nuk di si dalin pëse? Basha, vetëm po e mori, se nuk e dija ka struktura. Po, Basha mund të marri një qori dhe Basha luajnë. Publike të fundit, po, e ka rritur. Basha e kishte rritjen 780%. Po pra, sepse është ajo 77-313. Edhe unë mendoj që Basha dhe qori ai ka këtë që trashëgon strukturat e ish-PD-s së vjetër. Është i vetmi që ka 2 parti, domethënë ka Partinë Euroatlantik, ka PD-n që s'është marrë akoma vendimi i formës. Ajo xham se dia ka mbet më pas se ati iku dhe grupi që kishte, po. Po, e kam fjalën që besoj që ai mund të marrë një. Ma gjete një Bash të lezetshëm? Ma fut pak. Dgjoj, unë them që Basha e merr një. Mund ta marrë, mund ta marrë. Domethënë e shoh më pak qorin dhe më shumë Bashën. Ma ngrihet zërin tani se pa zë s'ka. Koalicioni Euroatlantik numri 4. Faleminderit për mbështetjen. Shumë e rëndësishme, domethënë ky është Basha real. Me këtë unë gjallë. Ky është Basha real. Ai që ka qenë Sozia Berishës, domethënë. Ky është Basha real. Po ku nga doli sot reali? Ky është, domethënë, ai ka qenë Sozia Berishës, domethënë kanë Berisha ka thënë të bësh. Do të thuash matrioshka, u hap matrioshka parë. Ky është. Ose si ato, Kinder surpriza. E hape Kinderin. Po ta shikosh, këto i shkojnë Bashës. I shkojnë shumë vikshme. Pra, domethënë, Ferzo, koçit e të Olgës. Ideja është ai ka gjetë një, kusha ka këshilluar. Ka gjetë zgjidhje që të ka rrezik që nëse nuk qarkullon, do mbytet në këtë gjë. Duhet ta rritë, bëj inovacion të mesazhit elektoral, sepse po e përsëriti pafundësisht do zhytet brenda saj edhe Basha ka dhe një më të bukur, kur i shkel syrin Ramës, edhe Rama edhe shkel syrin e ke patë, ma gjej dhe një me shkelje syrit, lutem, shkullak. Ma gjej një me shkelje syrit, ama. Aja me shkelje syrit është. Mandi turniot. Ai që u ka hedh piperin, atëherë i kishe premisat që do shkëlqente në këtë fushë. Atëherë shkullak. Të ja parashikimin. Po me si e mendon, do të thënë. Pse s'ta ja parashikimin? Po jo, s'ka tani se dhënë të tjerë. Jo, po s'ta ja, po s'është shëndetuar. Hajde. Çka na të bëna këtu? Puna jote ti jem puna. Jo, jep parashikimin. Ose drejtë. Shkullak, ma thuaj. Jo, jep PD-s 15, mos pa frikë. Sa merr PD? Se nisë mund domethënë se. Për shkak që sondazhi nuk është serioz. Po mos u merr sondazhin me perceptimin tënd. Gjithë diskutimi është i ikin opozitës. Thot merr më tepër. Edhe shkojnë Partia Socialiste jo vetëm që i mban, po dhe i shton. Po. Për shkak të qeverisjes mirë në Tiranë. Jo. Roli Erion Velis. Më dhënë socialistët janë budallënj, shohin që Erion Velia xhon 1 milion euro nga taksat e tyre për t'ia bler të brendshme gruas dhe votojnë dhe më shumë Partinë Socialiste. Pra shohin Edi Ramën që pishishe ver 33.000 euro
blenda apartament në blok, edhe thonë, po kjo meriton. Po, blenda një apartament në blok nga 400.000 euro, bënde ca lektera dhe me avion private, edhe thonë, po bravo qofë se kjo do t'ja shtojmë mandatet, se kjo po qeveris mirë, po këta na kanë mërzitur. Edhe shkën, thënë, Ta na kanë mërzitur ka 12 vjetë. Ta shti nga ato aty, se ne kemi debatin partitë e vogla, sepse unë thash, nuk e besoja sondazhet as zgjedhjeve, sepse Shqipëri nuk ka zgjedhje të lira, dhe prandaj nuk ka parashikim. Atëre jepet ti si do ishin... Të garantoj që Edi Rama e shkruan sot. Ty do të bëj favor. Si do ishte me zgjedhje ideale shkollak, qofse s'do kishte problem, si do dilin zgjedhjet? Po pys. Dhe ato zgjedhje që ashtu si u bën 2021-shin, që sondazhet thoshin as i afrohet Basha Ramës, është vite dritë largë Rama, mandatën e tretë me opozitën, as i afrohet. 2021-shin, nëse s'do kishte ndryshuar. 2021 barometri, kokë. Po. Si do e nxirrje ti? Në qoftë se 2021 nuk do kishte ndryshuar më njët një ansh me kodin zgjedhor. Kush do ishte Rama kryeminist? Po. A do ishte apo jo? Jo, mund të ishte. Në qoftë se 110.000 vota të LSI-s, 120.000 vota, prodhojnë 4 mandate dhe 30.000 votat PSD-s prodhojnë 3 mandate. Taktike elektorale është? Edhe këto taktike janë. Po, tani, si mendojë nga partitë e vogla, po t'ishin zgjedhje normale. Rama është minorancë. Sa do ishte Rama? Sa do ishte në Tiranë Rama? Pra, duke pas parasysh skandalit, duke pas parasysh ke qeverisën e 2 fisht, edhe bashkia me PSD-në, me inceneratore, me Erion Veli, edhe Edi Rama, unë nuk shikoj që Partia Socialiste mund të kishte më shumë se... Sa atëherë në to zgjedhje po të bëjnë parashkim, sa më më shumë se 14 mandate nuk do t'i merrte dot. 14 mandate. Në rastin më të mirë. Duke pas parasysh administratën. Po PD-ja do ngritej mbi të? Jo, unë mendoj që PD-ja do shkonte ke 17-18. Ky do të ishte rezultati për mua. Po mundësia Shqipëria bëhet e këto, do merrni në një kushte më ideale, me që ti e bëre parashikim? Vështirë. Po këtë dalin 21. 31 janë këtë? Jo, e di. Jo, më mirë digjen se ta marrin forcat e reja, thot shkollaku. Më mirë digjen fare mandate vetëm forcat e reja mos hynë aty. Jo, pra jo se nuk është. Mjafton le të shkojë aty. Le të shkojë Belina Balluku, le të shkojë ky Ceno Klosi, le të shkojë Gjoni, le të shkojë ai Ndoja. Po t'jeni burra, mos e leni as Cenon, as Belindon, as Ali Berishën, as njeri futën i vetë. Do futemi vetë ne, po. Ka, se ju e keni ndorë, ju mblidhni mira njerëz që ju besojnë, edhe shkoni protestoni, mbushin i mendje njerëzve që nuk e lëmë Belindën ty në parlament. Ti mbështet ndryshimin, nuk mbron ata, se mbrosh ata nuk është... Partitë e vogla apo partitë e reja? Nuk është mision për ta pas në këtë moment... Unë ndryshimi sigurisht që e mbështes, dhe e kam mbështet gjithmonë. Çështja është që duhet punë të mbindesh mua për veten time ose këta të tjerë të bind. Ty nuk besoj që të bind, po e kam fjalën për votues, kemi e di kur kemi ardhur në sot shkollak. Apo pyet. Isha në një takim. Kemi ne 2 orë në shi, ishim me çadra ata. Ata ishin bindur, më kupton? Ti që je këtu rehat, ti është më vështirë për të bind. Mirë. Por ata të cilët e vuajnë këtë qeverisje, e kanë provuar dhe njëri ose kam edhe kam si model. Si dolën pra ata që e kanë qeverisur, Si dolën zgjedhjet 2021? Shumë mirë, krahasuar me faktin që sapo ishim regjistruar. Çfarë përgjegjësi e morët? Çfarë përgjegjësi e morët? Rezultat. Atëherë në 2023-shin ne fituam 5 këshilltar bashkiak aty ku garuam në 4 bashki. Jo, thash për 2021, s'ka rëndësi. Në 2021 dolën forca e parë dhe ndërkohë jemi këtu. Ti më thoje në atë kohë bashko me Bashën. Jo, s'kam thënë. Po, kategoria bashko me Bashën se po përçani votat. Ju do ikim mbas zgjedhjeve, po se s'kemi qenë bashkë në mision. Por analistët e kësaj pale thoshin që ju do bashkoni me Bashën se ju po përçani votat. Josefina po na përçan votat. Josefina ne ka fut listë sot, e kupton? Ata kanë gabuar se mendojnë që ju kishit vota. Thelbi është, ndërkohë diskutimi tjetër ishte që mbas zgjedhjeve ti ike, mbarove ike, ja ku jam shkollak, po garoj prapë në zgjedhje, ishim në 2023. Duke dëgjuar debate televizive, ka pas analistë nga këta që thua ti, që kanë menduar vërtet që ju keni vota dhe mund të çanit votat e Partisë Demokratike. Tani, ne kemi vota, ti mos vë bas të se do ta humbasësh. Nuk po vë bas. Si që keni humbur në 2021, do ta humbasësh. Prandaj kanë frikë të humbas. 17 mandate, 15 mandate mandate për PS. Nuk po vë për ju se kanë frikë se do t'i humbasë, po PD-ja po ishte hipotetike kjo. Ti po vure bazë dhe vesh kundër me shkollak se ky është roli. Jo, nuk e vë kundër. Si roli? Çfarë roli ka shkollak? Je roli, në kuptimin pozicione. Nuk ka rëndësi se mua pëlqen debati. Pozicione. Në qoftë se do jeni vërtet ndryshimi, më bindni. Deri tani nuk më duket se ndryshoni fare
as nga as nga Erion Veliaj me G99, dole, shumë. As nga Jo, se do t'jap një përgjigje kësaj, sepse e nisën, shiko, shumë interesante se e nisën me këtë parim, nga që e din që njerëzit duan forcat e reja. Sukseset të marrin një mandat, në rregull. PSD-ja merr mandat në Tiranë. Ty më mirë të ndoshi se sa e ndri Shabani në parlament. Unë e kuptoj atë. Tani, thelbi është, a mund të të diçka? Se e nisën diskutimin kështu, e nisën diskutimin duke thënë që forcat e janë shumë mirë, duhet votohen, por s'qa bëjnë se s'fitojnë dot. Tani dolet që jo, nuk duhet votohen këta, se këta janë qi, se këta janë njësoj si këta të vjetrit. Dhe kush ishe diskutimi, se e nisi që parë edhe se Amini. Tani, kush është diferenca? Flasë se garon, njerëzë më